Ajo është nesër, apo? Me këtë pyetje u përgjigj kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili më 9 shkurt fitoi më shumë se 337.000 vota, kur u pyet për vazhdimin e seancës konstituive të legjislaturës së 9 në Kuvendin e Kosovës dhe për numrat. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve është pika në të cilën ka ngecur inaugurimi që nga 15 prilli. Vazhdimi i dytë i seancës mesditën e së shtunës pas ndërprerjes së dytë 48 orëshe para kusht për zhbllokim e ka lëvizjen nga pozicionet tashmë të kumtuara nga të gjitha partitë. Neni 66 i Kushtetutës si dhe rregulloria e Kuvendit përmendin afatin prej 30 ditësh për mbajtjen e seancës konstituive që konsiderohet e mbyllur vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, por nuk ka qartësi për afatet kohore. Nuk tregohet, edhe me aktgjykim të gjykatës kushtetuese është thonë që mos konsultimi i Kuvendit për çfarë do kohë të caktuar që vendi të shkojë në zgjedhje ose të bëhen veprime të tjera. Pra, i takon kryesuesit, i takon partive politike me gjetë modalitet se si me konstituu Kuvendin. Vet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014 që ishte nxjerr 40 ditë nga nisja e seancës konstituive kishte urdhëruar Kuvendin që të përfundojë seancën konstituive duke zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët. Seanca konstituive e nisur me 17 korrik ishte mbyllur me 8 dhjetor 144 ditë pas nisjes me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve. Në vlerësimin e Jakajt edhe për zgjedhje të reja parakusht është konstituimi. Në zgjedhje nuk mund të shkojmë pa u konstituar Kuvendi i Kosovës. Një gjë të tillë duhet ta dinë edhe deputetët, e dinë ata. Një ditë para seancës nga nisma socialdemokrate, parti që ka fituar 3 ulëse në Kuvend nuk konfirmuan e as nuk mohuan një marrëveshje eventuale me lëvizjen vetvendosje për konstituim të Kuvendit dhe formim të qeverisë. Ndërkaq AK-ja paralajmëroi që pas Adem Hoxhës presin që grupit të tyre parlamentar të i bashkohen edhe deputet të tjerë nga radhët e komuniteteve jo serbe. Në mesin e shumë zhvillimeve rreth tentimit të tretë për konstituim të Kuvendit, të paktën sot nuk deshi të përfshihej presidentja Vjosa Osmani pasi bëri homazhe në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Velani. Letra që presidentja Osmani i ktheu kryesuesit të seancës Avni Dehari nga ky i fundit u vlerësua se jep sqarime, por siç u shpreh, jo edhe zgjidhjen përfundimtare për situatën e krijuar.